Sipas të dhënave më të fundit të publikuar nga Eurostat, në shkurt të vitit 2026, niveli fluturimeve në Bashkimin Evropian mbetet ende 3.6% më i ulët krahasuar me shkurtin e vitit 2019, duke treguar se rikuperimi plot nuk është arritur ende në të gjitha vendet. Në këtë aspekt, Shqipëria spika dukshëm, duke regjistruar rritjen më të lartë ndër të gjitha vendet e analizuara, me një rritje prej 126.2%. Ky zhvillim lidhet ngushtë me rritjen e fortë të turizmit, zgjerimin e linjave ajrore dhe shtimin e operatorëve low cost që kanë kthyer vendin në një nga destinacionet më dinamike në rajon. Pas Shqipërisë shënditet Islanda, Malta, Bosnjë-Hercegovina dhe Serbia, të cilat gjithashtu kanë kaluar ndjeshëm nivelet para pandemisë. Edhe Maqedonia e Veriut dhe Greqia konfirmojnë një trend pozitiv në rajonin e Ballkanit, duke reflektuar një kërkesë të lartë për udhëtime dhe turizëm. Në Europën qendrore dhe jugore, vendet si Polonia, Turqia, Spanja dhe Portugalia kanë arritur të tejkalojnë nivelet e vitit 2019 duke përfituar nga rikthimi i turizmit ndërkombëtar edhe rritja e lëvizjes së pasagjerëve. Ndërkohë vendet si Italia dhe Rumania shënojnë rritje më të moderuar por gjithsesi pozitive. Në kontrast, disa nga ekonomitë më të mëdha të Europës vazhdojnë të mbeten në nivelet para pandemisë. Gjermania, Suedia dhe Slovenia regjistrojnë rënje të ndjeshme, ndërsa edhe Franca, Holanda dhe Mbretëria e Bashkuar nuk kanë arritur ende të rikuperohen plotësisht. Këto diferenca lidhen shpesh me ndryshimet në strukturën e tregut ajror, politikat mjedisore dhe kostot e operimit. Në të njëjtën kohë, vendet nordike si Finlanda dhe Norvegjia vijojnë të mbeten në nivelet më të ulta në kontinent, duke reflektuar një rikuperim më të ngadaltë të kërkesës për fluturime.